Çka do t'i thojnë partitë politike tani popullit? Pas dështimit fillimisht të Albin Kurtit dhe dje të Glau Konjufcës për të siguruar votat për formimin e qeverisë së re, zgjedhjet e jashtëzakonshme po duken të pashmangshme. Kushtetuta e Kosovës është e qartë. Pas refuzimit të mandatarit të dytë, presidentja duhet të shpallë vendin në zgjedhje brenda 40 ditëve. E pikërisht në këtë atmosferë të tensionuar, sot në orën 10:30, partitë politike pritet të takohen me presidenten Vjosa Osmani. Takimi do t'jetë vendimtar për hapat të radhës dhe për mënyrën se si do të procedohet drejt zgjedhjeve të reja. Ndërkohë, partitë kanë nisur mobilizimin për ofertat që do t'i prezantojnë para qytetarëve. Ku analisti politik Afrim Kasolli ka shkruar se lëvizja vetëvendosje pritet të hyjë fushatës duke premtuar zhbllokimin e buxhetit të vitit 2026 dhe siç ka shkruar ai, sukseseve në veri. Vetëvendosja akuzon pozitën dhe listën serbe për bllokimin politik dhe për pozicionim kundër shtetit. Në anën tjetër, opozita po feston atë që e quan sukses të madh, pamundësimin e një mandati tjetër të plotë të Albin Kurtit. Sipas tyre, ky është një hap i rëndësishëm për të ndalur drejtimin e tij të mëtejshëm të qeverisë, përfundon Kasolli. Por tani opozita përballet me një sfidë të re. Nëse e përjashtojnë kategorikisht një koalicion me vetëvendosjen, a do të jenë në gjendje të bashkohen mes vete, apo do të vazhdojnë me logjikën aktuale as me Kurtin as së bashku. Kjo është një nyje politike që partitë duhet ta zgjidhin para se t'i dalin popullit me ofertat e tyre. Takimi sot mi orës 10:30 në presidencë mund të zbulojë shumë mbi drejtimin e ditëve në vijim, sepse pyetja kryesore mbetet: çka do t'i thonë partitë politike tani popullit dhe me çfarë oferte do të kërkojnë besimin e tij?